vjedh shtetin, vjedh taksat dhe ka grabitur të ardhmen tonë. Sakrificat dhe vuajtjet tuaja këto 13 vite kërkojnë shpagim. Por, drejtësia e re u kthye në armën dhe patericën e Ramaduros për ta mbrojtur atë nga ndëshkimi ligjor për korrupsionin dhe krimet e tij, duke ndëshkuar qytetarët e thjeshtë dhe duke ju avështirësuar më shumë jetesën. Shumë prokuror dhe gjyqtar janë kthyer sot në kamikaz politik të Edi Ramës. Sot jemi vetmi vend antar i NATO-s me të burgosur politik që rëmbeu në mënyrë mafioze Ilir Metën dhe e mban sot të burgosur politik që izoloi për 333 ditë profesor doktor Sali Berishën, që rëmben jo vetëm drejtues të opozitës, por edhe qytetar dhe biznesmen të ndershëm, siç faktoi afera familjare e Akshit e Edi Ramës. Fuqia jon nuk qëndron te dhuna, por te vendimi ynë i pakthyeshëm për të jetuar përgjithmonë të lirë, të sigurt dhe me dignitet në dheun tonë. Unë sot por ule me mirënjohje për sakrificat dhe qëndresën e gjithë secilit prej jush. Por kjo nuk mjafton. Ne, opozita, duhet t'i prim me çdo sakrificë guximit tuaj, ta kthejmë lirinë në misionin ton kombëtar, të shembim çdo mur të hajdutërisë dhe krimit të organizuar, të shkrirë njësh me shtetin, të shembim ligjin antifamilje, të lartësojmë figurën e nënës dhe babait dhe të mbrojmë vatrat tona familjare nga ky sekt mafios, pa fe dhe pa dhe. T'i kthejmë popullit çdo qindark dhe pasuri të grabitur nga organizata kriminale dhe kryetari i saj. Të rikthejmë votën e lirë dhe të mbrojmë si sytë e ballit demokracinë në themelet e së cilët është gjaku dhe sakrificat më sublime të shqiptarëve që dhanë jetën në përballje me diktaturën. Ta shkërmoqim dhe ta shkulim nga rënjët këtë regjim të kalbur narko-mafios dhe të ndërtojmë një Shqipëri të drejtë, të dhemshur, që mendon, kujdeset dhe që u shërbem të gjithë shqiptarëve, ku drejtësia dhe mundësit të jenë të barabarta për çdo qytetar. Ky është shteti dhe Republika që meritoni ju, Republika e shqiptarëve të ndershëm që jetojnë me djersën e ballit. Nuk do të lejojmë kurrë që kjo Republikë të kthehet në narko-republikën e Edi Ramës. Për lirinë ja vlen çdo sakrificë. Ja vdekje, ja liri, fitore.